Kryetari i komunës së Gjilanit Alban Hyseni ka vizituar kompaninë rajonale të ujit Hidromorava, ku është njoftuar me gjendjen dhe sfidat e furnizimit me ujë, si dhe është shprehur i bindur se më në fund ky problem do të zgjidhet. Ai beson se me këtë projekt Gjilani do të zgjidhë më në fund problemin e ujit të pijes. Sipas Hysenit, në të njëjtën kohë do të punohet edhe në projektin tjetër në zgjidhjen e problemit të ujrave të zeza. Besoj në proces edhe me sa diu një të planifikuar do mjetë buxhetore për vitin e ardhshëm për fillu projekti Uzmatuvesh. Kështu që ne që kemi pas bashkëpunim me atë theksuar edhe komuna dhe Hidromorava. Duke që ma në fund po zgjidhet problemi i ujit pijes për komunën tonë, mbas edhe për ma gjerë sa veç për komunën. Që është njëra prej temave që duhet me gjetë zgjidhje tashmë. Për më tepër, kryetari Hyseni nënvizoi se uji i pijes dhe ujrat e zeza konsiderohen dy sfida të mëdha, prandaj kërkoi që menaxhimi i projekteve të përbashkëta në të ardhmen të jetë i kujdesshëm. Edhe për pijatin kemi diskutuar edhe me ish-kryetarin e komunës, në takimin që patëm. Tha që është kryme që është jashtë shpensimit, megjithëse nuk kam ende informacion të saktë nëse edhe banorët janë pajtuar me çmimin që është caktuar për tokat atje, unë me sa i di jo. Po me gjithasë në informuar që është e disi informat që kompania ka kontraktuar një kompani tjetër për një marrë me shpronësimin e këtyre pronave. Mirë po, ne nuk e di që deri ku ka arrit rezultati. Ndryshe, gjatë ditës, kryetari i komunës së Gjilanit Alban Hyseni ka vizituar edhe ndërmarrjen lokale Tregu dhe në orët e mbrëmjes, gjithashtu vizitoi qendrën e mjekësisë familjare Dardania, ku edhe konfirmoi se problemi i trafostacionit tashmë është zgjidhur dhe ekipet mjekësore kanë filluar punën e rregullt aty.